linja kryesore të buxhetit të bashkisë, por edhe të buxhetit të shtetit për vitin që po troket. Dhe më vjen shumë mirë që më në fund kemi një projekt buxhet të qeverisë së Partisë Socialiste, i cili ka si kryefjalë pensionistët. Më vjen shumë mirë që pas një rrugë të gjatë, pas një përpjekje të gjatë, ne kemi arritur që të krijojmë kushtet financiare, fal rritjes së ekonomisë, fal reformave që nxitën ekonominë dhe fal në radh të parë mbështetjes së palëkundur të shumicës shqiptarëve që na dhanë mundësinë të ndërtojmë një projekt afatgjat për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ne kemi vendosur, kemi angazhuar në dispozicion të pensionistëve 1.7 miliard euro plus që do të disbursohen gjatë mandatit ton të 4, duke filluar nga janari i vitit që vjen. Dhe çdo vit do të financohet 2 fishi i vitit më parshëm. Pra, çfarë pensionistët do të marrin në 2026, do të 2 fishohet në 2027, do të 3 fishohet në 2028, do të 4 fishohet në 2029 dhe do të 5 fishohet në 2030, që do të thotë do të arrim objektivin që pensionin mesatar të plot në zonat urbane ta kemi 400 euro dhe pensionin minimal në zonën rurale ta kemi 100